A mund ta plotësoj profesore? Të kënë Petra i thonë si parti e jo për individ. Jo, po, nëse ne po flasim në që jemi këtu. Këtu u përdorën fjalë që shkojnë për teja ti të folurit me një gjuhë pak ma butë. Dhe të thotë luftë qytetare vrasë. Ja, nuk shkohet atje. Por një gjë du të thomin nga praktika e vendeve tjera, nga SBA-ve për e marri model, edhe pse ne jemi shumë të vogël më krahasu, qoftë edhe si model me ta. Mbajtja ose me dërgu vendin në këso krizë dhe tensioni politik, se krizë është kjo politike. Dhe pastaj duke qurë dhe në zgjedhje të vazhdueshme. Kjo është një pretekst i madh që krijon presion, tension edhe acarim tek qytetarët. Shtoj kësaj. Kur në këtë kohë, derisa po bisedojmë, po kalkulojmë interesat të tjerë dhe na po spekulojmë rreth interesave të tyre, ti ke thirrje për protesta, për rrymen, për çmimet, për atë, për këtë, për infrastrukturën rrugore. Pastaj brenda institucioneve ke krejt diçka tjetër. Unë jam më i lidhur me për shembull me forcat. Defenderi 25 është në Prag, ne jemi të përjashtuar nga 23-shi. Kemi disa gjëra që kemi bërë ndryshime brenda forcë, a do të na pranojnë atje? Kjo krijon tension te unë, te gjithë ata që bërngosën për sektorin e mbrojtjes dhe të gjithë ata që janë brenda duke shërbyer. Sa e rënçizme, atje ndoshta që 26 vite të shërby për me u certifiku një ditë si antari barabartë me ushtarët e NATO-s kudo në botë. Edhe vjen puna për vendim politik, për i krizë politike, zgjedhore, ku ta diu në të bërës institucioneve, ti e shkatron një investim 26 vjeçar. Shikon e Amerikën, çfarë po ndodh sot atje, edhe pse unë i konsideroj politika shumë që ndosha për interes të Amerikës. To që po bën presidenti Trump, ke atje kontingjent qytetarë që janë të pakënaqur dhe se sot i kene për rrugë. Çka nëse eskalon si në Francë për një çmim, atje 1 cent naftës, çka si në Gjermani ose si në Serbi për rrëzimin e betonit, që të ne mund të ndodhin këto skandale gjatë gjithë ditës. Na ruan zoti. Protesta ke indikacione. Prandaj nuk është çështja tek ajo se a do të vronë, as do të vronë. Sa jëm kriza pa qenë. Është prioritet bëja institucioneve. Dëgjoj, nuk kemi shumë traditimi fatura, është alarm nuk jam ka shumë seriozisht. Nuk kemi shumë tradita në këto protesta sociale, komandant. Interesant, më shumë kemi tradita protesta rezistencë politike, kombëtare, shtetërore, kështu me radhë. Por partitë politike, doktrinat drinore, do të thonë doktrinat zgjedhore, partitë politike thonë kështu, partitë e mëdha, kur ta mrin kulmin, fillojnë me ra. Do të thonë, sa herë del në zgjedhje, fillon me ra. Është shumë problem me u rrit edhe një herë, se motivacioni ndryshon. Do të thonë, ai motivacioni që po thu ti është në rregull, kanë fitu, po ky motivacion tash nuk fiton se ka përgjegjësi me kriju qeverinë. Se partitë në demokraci detyrë parsore kanë me kriju pushtetin në mekanizëm i cili e lëviz shtetin. Po. Definicionet e dhonë pikrisht të njëjtën. Partitë mëdha shkojnë të ra. Edhe ka ra për shembull, edhe bi. Nuk se ti vëdhore edhe vetëvendosja bjen. Absolutisht, me shkuar zgjedhje të jashtëzakonshme. 40 ditësh, 10 ditësh fushata. Absolutisht e ki. Pas ke qendrim komplet kundër të metrave. 100% vjen. Jo, nuk e besoj këto. Janë shpenzuar politikë miliardë që luhet për arsye se nuk ka. Po i Albinit miliarder. Po i kombon çati urkosh profesor. Po, a je sigurt? 1 miliard%. Dhe që s'del kjo manin me. Kur s'ka me folë në studio publike? A është miliarder? Që ka shkon drejt miliarderit. Kush? Jo ti ke thonë që ajo është. Ju sa i ka thonë zoti Sel Berisha më merr kur ka thonë 33% i merr PDK-ja, 26 i merr LDK-ja, 22 i merr LVV-ja. Me ato e ka pas deklarat e zgjedhore. Po me ato që dallon, dëgjoj. 39 ju shkenca politike. Po mos thuj nuk dal mund publik se mos thuj nuk dal publik se tani më njerëz për fjalë se ti ruaj. Unë është e pamundur mos e bëni. Nuk ta thash ti. Çish atë viti miliarder. Që ti jemi të kujdesur pak me këtë temat se s'dal në publik, ekses ta sa mirë ç'a thash. Ti po video televizion kanë nevojë. Po sigurisht kanë me pas. Absolutisht. Se për mua ka pas nevojë ky vend. Po edhe kur s'kan ekzistuar kur s'kan ekzistuar këto studio, as ky objekt kur këtu fol serbisht, e ka vëvlalu flamori serbisë, ka dalë mësu gjuni fort. Pastaj se çfarë vjen tash do të shohim. Jo, po ka do të më heq modestin. Do të më thonë njerëzve. Po është për modesti Berisha. Jo, unë mundohem mos me shpaq krenarinë, fam se është e nevojshme. Se flet historia.
Por këto studimet studio mundën me folë me ty studimet barabartë me besoj. kalzuni. A jemi të barabartë studio, zoti Berisha? Mund të jemë barabartë studio në aspektin e kohës, kohës sa na e piko me folë. Ushtarakve i del pak i Barabartë kemi në argumente. Ne jemi pak më lartë. Barabartë kemi në Kryeziu vetëm pak argumente. edhe një reagim kryezi urdhro? Jo reagim, se reagim, jo s'ka A pate, reagim, po jo. çfarë më thire? Jo, thasha, po vazhdojmë, a çka... A ke më shku dikon me jemi? Hajde e emision tjetër. Si profesori e sportiv. A si me smaji. pragmatizmi prej profesorit, i cili do me kalun temën. Prit se mbylljen e kam veçantë për diçka as Kadri Kryeziu si i burgosu politik edhe një nga nismëtarët demonstrantët të 81-it vetëm pak. Edhe Hysem Berisha nuk krahasohen me të tjerët edhe janë të pabarabartë, edhe ne jemi të pabarabartë raport me ta, raport me veprën e tyre. Për Kryeziun kemi folur, kemi realizuar emisione të veçanta. Besoj kemi bërë në shumë drejtime të ndryshme për 1981. Po nga ana tjetër. Ajo flasim vetëm sa. pak. Prit. Nesër po i bie edhe 2 orë kështu me datë tamam është përvjetori Kosharës, i lavdis, i ushtrisë e të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, ku ka patur një rol të jashtëzakonshëm edhe mysafiri sotëm zoti Hysem Berisha. Jo, rojmë. Generali komandanti bashkë me Hysem Berishën nuk mund ta anashkalojmë. I adhom dorën edhe